Përshëndetje, Ferdinand Moskaj, Bletari Moskaj. Sot ndodhemi në lartësinë 94 mbi nivelin e detit. Jemi në Apolloni, fshati është një nga zona turistike, quhet Perëndia e Diellit, Perëndia Apollon. Mbas një vitit eksperiencë dhe përkushtimi për të krijuar mbretëreshat e reja, ne na është dashur që të shikojmë se si vjen natyra. Sot është data 24. Në 14 ne kemi bërë mbjelljen e dytë të mbretëreshave. Përse e kemi bërë? Që të ketë mbretëresha cilësore, duhet në radhë parë që të ketë një polen shumë lulësh, sepse ne mund të ushqejmë bletën me proteina të gatshme, por në mënyrë absolute ne nuk mund të gjejmë dot si bim në lyfatës, të bathores masive, të pembe, të gorricave, të cilat dhe për fatin ton ka qelu dhe buavica. Kjo tregon që kemi shumë llojshmëri lulesh. Këtu në drejtimin ton në horizont është sazani, në drejtimin tjetër ligovuni, këtu në krahun tjetër kemi detin Adriatik, në krahun mbrapa kemi Ardënicën dhe kemi zonën e Lushjes. Gjithë eksperienca jonë shumë vjeçare, unë për vitit 1991 merrem me bletari, por në kushtet që ka qenë më përpara ne nuk arrinim dot të prodhonim mbretëresha në këtë periudhë, sepse nuk ishin kushtet e favorshme për të pasur mbretëresha cilësore. Këtu nuk ka dimër. Gjatë gjithë kohës bletët janë në zhvillim, sepse nuk do pritet poleni, ka vazhdimsi polen. Kjo ka anë të këqija dhe anë të mira. Anë e mira është sepse bletët vijnë shpejt dhe ne aplikojmë ndarjen e tyre dhe kur vjen kullota bëjmë bashkimin e tyre. Por më e rëndësishme e kësaj bletarie që kemi ne këtu është sepse ne ndërthurim me zonën e Cakranit, ku është shqopa pranverore, një pjesë të blet do i transferojmë atje kur bëjmë ndarjet me qëllim që të kemi sasinë e meshkujt domosdoshëm. Përse dalin mbretëresha cilësore në këtë zonë? Sepse në të gjithë të territorin këtu për afërsisht 3 kilometra në vija ajrore, neve nuk kemi asnjë park bletarie, nuk kemi stane, nuk kemi ndotje të mjedisit, rruga automobilistike goxha gati 5 km larg. Të gjitha këto na krijojnë një habitat, na krijojnë një natyrë, na krijojnë një bimësi e cila është shumë e domosdoshme për të krijuar mbretëresha cilësore. Gjithçka është arritur me punë, duke mbajtur shënime shumë vjeçare. Sot era e dytë që ne bëjmë mbjelljen e mbretëreshave të reja. Ne jemi në një zonë që gjithçka është egër. Është rreth 200 hektar zonë mbrojtur që nuk gjithçka është bimësi siç ka qenë qindra vjeçare. Nuk ndërhyjet, nuk pritet asnjë gjë sepse është e ruajtur, e monitoruar me kamera. Si shikoni, gjithçka këtu ndikon që të kemi mjalt cilësor, të kemi një polen që nuk mund ta marrim në vendet e tjera. Në është vërtet ka një cilësi ndryshe nga çdo vend e tjera. Kjo është një dhuratë e Perëndis, fati na ka sjellë ne që të kemi një bletari në këtë park. Kjo është bima e bathores, për fatin ton edhe bleta ja tek erdhi. Është një bimë e cila ja tek është bleta, që se qëndron ja mbi lule. Këtu kjo bimë ka jo vetëm polen, që është me shumë e rëndësishëm, po ka dhe nektar. Falë natyrës, bujarisë të saj, kemi gorricat e egra, kemi lojfatën, kemi vidhin, kemi shumë lloj, kemi buavicën, shumë llojshmëria këtyre luleve, duke qenë edhe bregdeti, erat e ngrota, këtu pranvera ka ardhur shumë shpejt. Bardhje ka qenë 22 marsi, ku dita barazohet me natën, ekuinoksi pranveror dhe pranvera ka ardhur në Apolloni. Para 10 ditësh, në datën 14 ditën e verës, siç u tham, kemi bërë mbjelljet e kjo blet. Do të shikojmë se çfarë ka bërë kjo blet për të krijuar mbretëresha të reja që ne do të nga këtu të marrim të shpërndajmë në blet që kemi bërë ndarjen një ditë më para. Poleni natyral ka shumë llojshmërish, ka proteina të pafundme të cilat nuk mund të zënxojë asnjë laboratori botës, sepse bleta do diçka ndryshe. Po ta vresh me kujdes këtë blet, po ta afrohesh, ka një zbardhje. Kjo zbardhja vjen si pasojë e nektarit që ka natyra.
e kemi ngushtuar me qëllim që kjo të ketë sa më shumë bletë të cilat të ushqejnë larvat që kemi vendosur ne. Ju mund të shikoni që kjo blet normalisht ka polenin, ka mjalt. Shikoni si është poleni, që është baza për këtë blet. Bleta sheqet. Dhe tani, kjo korniza që shikoni këtu, në këtë kornizë ne kemi mbjell larva për krijimin e mbretreshave. Nuk ka shumë nevojë. Po ta shikoni, këtu kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nga 17 që kemi mbjell ne, kemi 14. Përse këto mbretresha janë cilësore? Sepse ne nuk i bëjmë me çibuk të gatshëm, por i bëjmë me dyll. Kjo ka rëndësi shumë të veçantë për të marrë mbretresha cilësore. Tani këto mbretresha do t'i marrim nga këtu, do t'i vendosim në për bletët që kemi ndarë tje. Do të shikojmë se si kemi ndarë të bletët dhe ç'është si ka marrjes së mbretresha cilësore dhe të bletëve të tjera cilësore. Shikoni që ka dyll të pastër, që kanë kryer këto. Ja, do bëjmë këtu se kjo blet, neve sepse nuk ka mbretresh, do t'i vendosim një çibuk. Është e thjeshtë. E presim të çibukun këtu. Zgjidhur. Tani, ky është çibuku që ka mbretresh. E vendosim me kujdes. Ka rëndësi dhe vendosja tia. Vendoset në pjesën fundore, në qëllim që ky të ketë mos. Tani kjo blet ka shumë mijës, shumë sasi blet të reja. Prandaj është mirë që t'i shtojmë disa korniza, sepse natyra është e boshme, ka nektar, është mirë ta zgjerojmë. Duke vendosur dy korniza të tjera. I vë mbulesën sepse nata është e ftohtë, akoma nuk kanë arritur kushtet. E lëm që kjo të na krejë çibuk dhe mbas 10 ditësh ne do ta kontrollojmë se si ka vepruar, si ka dalë kjo mbretëresha e fellëndur apo jo. Do të kalojmë në bletët që kemi ndarë dje, për të parë se si vendosem. Pyeshin e kreu se si larpërdon dy mbretëresha. Pse larpërdon dy mbretëresha? Ka një dalje në krahun përpara dhe një krah në krahun mbrapa. Pse janë këta kanë qenë të bardhë dhe në lyrë me ngjyrë boqëlle dhe me ngjyrë të verdhë, me qëllim që bletat të orientohen. Ndjejmë kornizat për t'i parë. Kjo është kornizë me mjalt.
Bletë duke sjell polen, ne kemi zgjedhur nga bletë të tjera 2 korniza me pjellje të vullosur. Po ta shikoni me kujdes, kanë polen dhe pjellje. Pse kemi marrë pjellje të vullosur? Se ku të dalim mbretëresha të ushqehet më mirë, sepse nuk duhet të kemi pjellje të hapur, se pjellje të hapur blet dhe ushqehet më shumë. Të dalim mbretëresha cilësore na thash na duhet poleni, na duhet mjalti dhe në një prej këtyre kornizave, sepse jo vetëm kjo, po dhe korniza tjetër, ka përsëri pjellje. Dhe kjo korniza këtu, sepse është në pjesën e brendshme, shikoni si ka pjellë vullosur, ka dhe mjalt, do vendosim çibukun ose amzorin për mbretëresha. E marrim e vendosim. Si që shikoni ju, e fusim me kujdes. Do fusim pjelljen tjetër përsëri, që shikoni. A shikoni polen, edhe pse kanë ardhur dje, polen të disa llojesh. Në njëjtën gjë do të veprojmë edhe me krahun tjetër. Si e shikoni, ka polen dhe pjellje të mrekullueshme. Baba. Cilësia mbretëreshave dallohet këtu. Për ata që janë dretar profesionist, dallojnë mbretëresh që do të dali sepse i krijon të gjitha këtu. Ja, ky është mbretëresh, e vendosim në pjesën këtu, e marrim dhe e vendosim përsëri. Ky është mjalti, i domosdoshëm për të na dalë në mbretëresë cilësore. I vendosim që pjellet të jenë afër njëra tjetrës që ku të dali pjellja e vullosur të ushqejë mbretëreshin në mënyrë sa më të mirë. Bletët janë të qeta, sepse natyra është ka bollek, ka nektar dhe polen pafund. Kështu bëhet ndërrimi krijimi i mbretëreshave të reja. Më vonë heqim mbretëreshe, kalojmë në një blet tjetër dhe kjo bëhet për prodhim, sepse ka 4 pjellë vullosura, shumë shpejt ajo mbas 10 ditësh do na krijojë mbretëresh që filloj punë dhe të pjelli. Por në rastin më të keq, në rastin njëra prej këtyre nuk mund të fekondohet, atëherë kemi tjetër, heqim ndarse në mes dhe shumë thjesht kemi një blet të re për prodhim. Faleminderit.